Masa e qeverisë për uljen e tatimit të vlerës së shtuar për karburantet për të parandaluar që rritja e çmimit të naftës të përhapet tek çmimet e tjera është e pamjaftueshme dhe e vonuar, paralajmërojnë ekspertët. Sipas tyre, potenciali i kësaj krize të naftës për të rritur inflacionin është 3 fish më i lartë se në vitin 2022. Mnogo повеќе мерки од овие што досега се направени, бидејќи мое лично мислење дека е овај нафтен шок и оваа криза е многу посилна од она што беше во 2022 година. Добро, ова не може да се спореди со она 73-74 првиот нафтен шок. Akademiku Fiti rekomandon uljen e akcizës dhe thotë se me këtë do të arrijeshin efekte shumë më të mira se sa me uljen e TVSH-s për karburantet. Profesori Ivan Xhauzunov friksohet se edhe qytetarët që deri tani nuk kanë qenë në linjën e varfërisë, deri në verë do të bien në varfëri. Sipas tij, masa për mbrojtjen e më të cënueshmëve është e nevojshme menjëherë. Мерката има два недостатоци што ја презема владата. Прво е недоволна и второ е закасната. Или прво е закасната, второ е недоволна. Закасната е затоа што ние веќе имаме огромно покачување на цената на дериватите, особено на дизелот, и тоа веќе има извршено влијание врз покачување на трошоците на сите стоки и услуги што се продаваат во Македонија, што значи следи инфлаторен бран неизбежно. Për profesorin universitar Borçe Trenovski, e gjithë kriza e politikës makroekonomike është përballë një sfide të madhe. Duhet të analizohen hapat e ardhshëm dhe të merren masa që rreziku dhe humbja për financat publike të jenë më të ulta. Каква и мерка да преземете, некој мора да го прати трошокот. Или ќе го плати државата преку даноците на сите граѓани, или ќе го прати бизнисот преку зголемување на нивните цени, односно зголемување на нивните трошоци, или ќе го платат граѓаните со намалување на нивниот стандард. Analistët paralajmërojnë gjithashtu se duhet kursyer nga shpenzimet jo produktive, të forcohen kontrollet e administratës antimonopol dhe inspektorateve, dhe nëse kriza eskalon dhe inflacioni rritet, do të duhet edhe ashpërsimi i politikës monetare dhe rritja e normës bazë të interesit.